e përshëndes plotësisht këtë deklaratë. Isa, ka një linjë, ka një grup, të themi, rrymë, të cilët vërtet nuk realizojnë dot dallimin midis kandidatit të pavarur dhe të mbështetur nga parti politike dhe kandidatit jo partjak të propozuar nga parti politike. Kandidati jo partjak i propozuar nga parti politike është kandidati partisë politike. Kandidati i pavarur të cilin zgjedhin, i cili ka ndonë njërë pavarur, por partitë politike e gjëjnë të përshtatshëm për ta mbështetur në interesin më të mirë të qytetarëve, absolutisht, në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëj asnjë fushat me kryetarët e partive. Po, kryetarët e partive do angazhohen me të gjithë mundësitë e tyre për të mobilizuar elektoratin partjak për të votuar atë. Pra, e kundërta do ishte, mendoj unë, do ishte jo reale. Nuk është kandidat i propozuar nga ne. Nuk është kandidat i partive opozitare jo partjak. Jo, është kandidat i pavarur të cilin partitë opozitare kanë vendosur ta mbështesin. Edhe gjatë një javë rresht, unë jam marrë në çështjen e modelit pikërisht për transparencë. Dhe jo të gjithë njerëzit e realizojnë modelin. Pastaj, rryma keqdashse, ndjella keqse, e cila e tërbur nga fakti se ky kandidat i pavarur ka premisa të ketë mbështetje të gjerë në elektoratin shqiptar të pavendosur gri, po qoftë dhe të spektrit më të gjerë të mundshëm. Kjo i tmerron. Çfarë tha ai një gjë sa të bukur? Ogerta përfaqëson 100% Edi Ramën. Kjo është e vërteta. Dhe me këtë unë mendoj se intervista e tij ishte intervista e një njeriu të ndershëm dhe sinqert para qytetarëve të Tiranës. Ai aty për herë të parë, qytetarët nuk ndëgjuan një politikan apo qoftë dhe një përfaqësues jo partjak të partive politike të flasë për partitë, të flasë për liderët, lavdinë e tyre, por foli vetëm për qytetarët. Kam filluar punën 8 vjeç. Dhe unë tha, njoh me atë filozofin, çdo lloj dhimbje, vuajtje, shqetësimit qytetarëve. Pra unë mendoj se ai emision, ai debat, ai paraqiti veten ashtu siç është një përfaqësues të qytetarëve të Tiranës. Dhe ju garantoj ju dhe të gjithë shqiptarët se pikërisht për këtë qëllim, për këtë shkak, ne e kemi mbështetur plotësisht. Tani, pjesa e dytë.
Ka një kërkesë ndaj Partisë Demokratike, shumë e ligjshme. Shumë e ligjshme. Që kjo parti të ndryshojë dhe të hapet. Unë kam premtuar këtë. Unë ju garantoj se jam shumë serioz në ato që premtoj. E kam premtuar këtë dhe e konsideroj jashtëzakonisht të drejta të kërkesë. Të qindra e mira demokratëve, por edhe mbështetësve tanë. Dhe ne në këto zgjedhje, duke adaptuar këtë model me kandidaturat pavarura, mbështetjet të kandidatëve të pavarur në bashkit që garojnë 6 bashki, besoj se bëm një hap në drejtimin e duhur. Dhe kjo do vazhdojë. Partia Demokratike do bëjë gjithçka për të mbrojtur interesat e një spektri më të gjerë të mundshëm të shqiptarëve. Ajo është partia e interesit kombëtar dhe ka qenë dhe mbetet, po kjo pastaj duhet të ketë edhe atributet tjera që po përpiqet. Ky ishte, thash, një hap shumë i rëndësishëm. Hapa tjerë do bëhen. Demokratët duhet ta dinë. Iku koha kur Partia Demokratike mbrohej nga një agresion mafioz kombëtar dhe ndërkombëtar. Tani është në sulm. Tani para shqiptarëve dhe Zotit dhe miqve të saj ka faktur se është e përkushtuar dhe vendosur të mbrojë vlerat e vërteta. Kjo është, kështu që ajo do të marrë hapa tjera shumë të rëndësishme në të ardhmen. Zotë Berisha, ju jeni si politikani cili nuk kurseni kundërshtarin politik, sidomos kur vjen puna tek Edi Rama. Por gjatë javëve të fundit, ju keni kursyer në fakt 2 ministra të Edi Ramës që dyshohet që kanë qenë në Aruba, dosin që ju e preferoni shumë. Pse i ka kursyer emrat e 2 ministrave që dyshohet që mund të kenë qenë në vendin ekzotik Aruba? Tani të them të vërtetën, nuk i kurseja. Di me një përqindje shumë të lartë sigurie, po jo 100%, se Dona Gaçio ka qenë aty. Cili nga ministrat nuk e di. Do përpiqem, jam duke u përpjek ta them haptas, jam duke u përpjek ta gjej, se dhe të them se nuk i shërben, nëse unë flas pa jo të vërtet, nuk i shërben çështjes. Aruba është e vërtet, Isa. Aruba është fakti më flagrant i bashkëpunimit të Edi Ramës me kartelet e drogës. Ka qenë s'ka qenë Edi Rama, është një element, po fakti që ka vendosur të nisë përfaqësues të tij në Aruba është shumë e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Dhe kjo është e faktuar nga dosja belge, është e faktuar nga antimafia italiane dhe libri që është publikuar, është faktuar nga dosja që fsheh Altin Tropini në SPAK. Pra, mos ketë kush dyshim që unë kursej një ministër. Jo, nuk kursej. Sa po unë, jam po përpiqem, ta them kështu, po përpiqem. Sa po unë të identifikoj, do ta them. Dhe pyetja e dytë përsëri për çështjen Aruba, në drekën e famshme që supozohet të jetë mbajtur në Aruba, flitet që ka qenë edhe Altin Shehu, biznesmeni Shehu. A është Sali Berisha në dijeni të marrëdhënieve që ka ky personazh me një deputet të Partisë Demokratike të Qarkut të Vlorës? Tani, dje më pyete, a ke hyp në makinë të Artur Shehut kur ke shku në Vlorë në 98-ën?
E kam drejt? Absolutisht jo. Edhe është e dokumentuar. Por, edhe mund të kisha hypur, se Artur Shehu i 98 me Artur Shehun e me vonshëm janë, dallimi është si midis ditës dhe natës, apo Edi Ramës dhe Ismail Qemalit. Të themi jam të themi me qenë se e ka, thotë se ja, po. Nuk, po. E thash, di për te këto, di që është i një familje të përsekutuar, më kanë thënë, familje të mirë, më kanë thënë, këto më kanë thënë për te, por emri ti në u shfaq me General Lisin dhe Don Agacio. Në një operacion perfekt mafioz. General Lisi mori 30 hektar dhurat nga Artur Shehu, fondacion se si e kishë regullua se një familjar kishtë ngel, kishtë dhuro kaqa me Agacion, dhe bëri burgaj. Dhe qëfar thaj? Artur Shehu në masolli Agacio. A tha kështu? Thani, a mund të ketë lidhje? Unë nuk e përjashtoj, nuk e di, nuk e di, por nuk e përjashtoj. Sepse ai është vlonjat, si që pat ju, ai vazhdon të ndërtimet në Vlorë një prendori e tërë. Një prendori e tërë. Unë nuk kam djeni për lidhjet me një deputet. Faleminderit.